Unë jam Art Berisha, jam kampioni i shokut. Më ka mësu babi. Cila figurë të pëlqen ma shumë? Mbretëresha dhe mbreti. Edhe tupat. Po, e pse të pëlqen këtu ma shumë? Si në të furtat. Kush është ma e forta për qëty në figurat? Mbretëresha. Mbretëresha është, ta? Me to i rëdzën krejta qysh? E ju vetë Eci gjithë konë me to, a? Po. Unë jam gëzu shumë kura konë fitu në tërnej venin e parë. Po, qka të tha babi kur e fitove venin e parë? Urime. Edhe unë kërë të rritë në konë qafë më bo kampioni i shokut. Unë jam Arren Berisha, jam prind i malit, jam dashamirës i shohët. Gjithmonë kam ndru me mësu djalin me lyçra. Ka qenë inteligent, kom prit që ka me avansu, po në ka befasu. Se si rastisht ka fillu, mali e ka ditëlindje në nëntor, edhe pak para ditëlindjes fillu me lujt, bile edhe 6 muaj 7 kështu. E nuk kena lujt non-stop, rregullisht veç fillimin pak më shumë, në rast shumë i veçantë, që shka arrit mu bo kaq i fort edhe në kohë kaq shkurt. Kjo është u kon veçantia e malit. Po mali ka meritat se i ka dhënë Zoti talent, kom punu pak me ta, po ma shumë i ka mali meritat, se e ka kap shon prej fillimit shumë mirë dhe e dën hala. Po, unë pata emocione u shlirova kur e murë se tu e ditë potencialin e tina, ke ndine shumë e mirë. Tasht veç shpresoj me vazhdu një jetë, mali ka shenjat i ka shumë të mira me avancu, me arrit titull ndërkombëtar. Nëse vazhdo me këtë ritëm, nuk është që di shumë shpejt me arrit suksese të jashtëzakonshme. Që shukon edhe ky, po tasht ka me shku në muajin tetor, duket është turneje për grup moshat e vogla në kampionat evropian, edhe do të jetë befasi edhe atë, se nuk besoj që do të vjet dikush me moshë të malit 50 e gjys me marrë pjesë në atë turnej. Shënjestër.net